Në skenën e teatrit të Kukullave, si pjesë e aktiviteteve të muajit mars të Qendrës Kulturore Vlorë, është ngjitur shfaqja Princi Bretk. Për regjisorin e kësaj shfaqjeje, Eduard Ismaili, megjithëse është hera e dytë që kjo shfaqje vihet në skenë, interesi i fëmijëve vijon të jetë i konsiderueshëm. Sipas regjisorit, kjo shfaqje transmeton tek fëmijët e vegjël mesazhin që të mos shohin nga jashtë, por atë se çfarë personat kanë në brendësi, duke vlerësuar shpirtin e tyre. Ne kemi Princin Bretk, kemi edhe në kalendarin e marsit. Princi Bretk ka të bëjë më shumë edhe me nuk do të shikojmë pjesën e jashtme, se do të shikojmë atë që personi ka brenda. Kështu që besoj se fëmijët do ta marrin atë mesazhin, brenda ka edhe nën mesazhe të tjera që ata do t'i kuptojnë vetë dhe ne i pyesim gjatë pjesës se çfarë kanë kuptuar dhe në fund fare pastaj do të luajnë edhe me kukullat. Sipas Ismailit, për gjatë muajit mars në vijim, Teatri i Kukullave do të zhvillojë shfaqje të ndryshme, jo vetëm në sallën e Pallatit të Kulturës, por edhe në ambiente ku do të ketë publik më të gjerë. Në disa personazhe sot do të jem edhe unë në ndihmë të aktorëve, kurse javën tjetër pastaj ne jemi duke biseduar, mund të jemi në një nga sheshet e qytetit, mund të jemi tek kinemaja Verore, rreth orës 11 në mëngjes, kështu që do të ketë edhe grupe kërcimi që do kërcejnë, do të jetë Teatri i Kukullave, kështu që besoj do t'i lajmërojmë fëmijët, besoj 2 ditë para dhe do të jemi besoj në një nga sheshet afër pallatit. Besoj do të jemi këtu që do të nxjerrim shfaqjen Ylli Qira në Kopësht që do të jetë javës tjetër. Ismaili thotë se po punohet edhe për një premierë të re, e cila do të jetë gati brenda pak ditësh. Po, kemi filluar për premierën e re, është Ajduti i ëndrave. Ne kështu e kemi titulluar, ndoshta edhe titulli mund të ndryshoj pak, shumë pak, por është duke i dhënë dora në tavolinë dhe besoj se për 10 ditë do të jitemi në skenë dhe do të shikojmë pastaj derisa të marri formën finale. Teatri i Kukullave çdo javë vendos në skenë për fëmijët shfaqje të ndryshme, të cilat transmetojnë tek ata të fundit mesazhe të vëra për jetën.